Administrata rajonale e zonave të mbrojtura vijon zhvillimin e orëve edukative me nxënësit e shkollave të qytetit dhe zonave përreth, me synim rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit dhe pasurive natyrore. Drejtori i Administratës rajonale të zonave të mbrojtura bëri të ditur se gjatë këtyre orëve edukative, nxënësit njihen me rëndësinë e zonave të mbrojtura. Gjatë këtij viti janë organizuar 29 orë mjedisore ku kanë marrë informacion rreth 570 nxënës në total. Kryesisht fokusi kanë qenë temat mjedisore, informimi mbi faunën e egër që ndodhet brenda zonave të mbrojtura, si të sillemi në natyrë, mirëmbajtja e shtigjeve. Të gjitha këto bëhen në kuadër të sensibilizimit për një mjedis të pastër, si të mbrojmë natyrën e tjerë. Është fokusi i punës tonë, domethënë edukimi mjedisor. Ne çdo vit hartojmë kalendarin mjedisor dhe i përshtatim me festat mjedisore që janë gjatë vitit, por edhe gjatë javës me shkollat. Ai theksoi gjithashtu se bashkëpunimi me institucionet arsimore është shumë i mirë dhe po forcohet vazhdimisht. Kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me gjithë shkollat brenda parkut ku janë zhvilluar këto aktivitete. Interesi i nxënësve ka qenë shumë i lartë, pasi kemi interes dhe vazhdimisht ne marrim pyetje nga nxënësit, kur bëjmë torët mjedisore dhe janë shumë të interesuar për të pasur më shumë informacion lidhje me zonat e mbrojtura, habitatet. Administrata rajonale e zonave të mbrojtura vlerëson se këto orë edukative janë një investim i rëndësishëm për të ardhmen, pasi synojnë edukimin e brezit të ri me vlerat e ruajtjes së natyrës.